Një djalë 14 vjeçar nga Gostivari dyshohet se ka përdhunuar dhe shantazhuar motrën e tij më të vogël me video incizime. Prokuroria e Gostivarit ka paraqitur kërkesë në gjykat për të filluar procedurë përgatitore me mas të propozuar paraburgimi. Arsyeja për këtë është sepse ekziston një dyshim serioz se ai ka kryer vepër penale të vazhdueshme të incestit. Sipas njoftimit të prokurorisë, në shkurt të vitit 2026, fëmia 2 herë ka përfituar nga mungesa e prindërve të tij dhe e ka përdhunuar motrën e tij 13 vjeçare. Vëllai i mitur i ka dërguar viktimës mesazhe me përmbajtje të pahishme dhe eksplicite për një periudhë të gjatë kohore dhe në 2 raste e ka detyruar atë të kryejë marrëdhënie seksuale kundër vullnetit të saj, thuhet kështu në njoftimin e prokurorisë së Gostivarit. Shtojnë se janë marrë parasysh edhe bazat ligjore dhe nevoja për mbrojtjen e viktimës, për të cilat prokurori ka paraqitur edhe propozim të veçantë për përcaktimin e një mase paraburgimi për fëmijën në konflikt me ligjin.